Një aksident me pasojë vdekjen e një këmbësori është regjistruar gjatë natës në aksin rrugor Lezhë-Milot, pranë fshatit Markatomaj. Policia vendore e Lezhës bën me dije se një automjet i drejtuar nga shtetasi Artur Prendi, 42 vjeç, ka përplasur këmbësorin Gëzim Tuci, 50 vjeç. Si pasojë e plagëve të marra, 50 vjeçari ka humbur jetën në vendngjarje. Pas ngjarjes, drejtuesi i automjetit është shoqëruar në komisariatin e policisë Lezhë për veprimet procedurale. Nga hetimet e para dyshohet se këmbësori ka kaluar rrugën në mënyrë të papritur, ndërsa grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po vijon punën për të përcaktuar shkaqet dhe rrethanat e plota të aksidentit. Policia u bën apel drejtuesve të automjeteve dhe këmbësorëve të tregojnë kujdes maksimal gjatë qarkullimit, veçanërisht në segmentet me fluks të lartë lëvizje dhe gjatë orëve të natës. Ndërkohë, Alex Uka, i cili mbeti plagosur rënd në një aksident rrugor në segmentin Fush Arrës Bajram Curri, ka ndëruar jetë në spitalin e traumës në Tiranë. Ngjarja u regjistrua në fshatin Porav, ku fillimisht u raportua për një përplasje mes një automjeti Foristrat dhe mjetit me të cilin udhëtonte Uka, por pas verifikimeve të kryera në vendngjarje rezultoi se dinamika e aksidentit ka qenë ndryshe. Sipas të dhënave paraprake të hetimit, Alex Uka ka humbur kontrollin e automjetit dhe është përplasur me murin ansor të rrugës. Foristrada e ndodhur pranë vendit të ngjarjes nuk ka qenë pjesë e aksidentit, por drejtuesi i saj është ndalur për t'i dhënë ndihmë të plagosurit. Pas aksidentit, Uka u transportua fillimisht në spitalin e Bajram Currit dhe më pas u dërgua me helikopter drejt Tiranës për mjekim të specializuar. Pavarësisht ndërhyrjes së mjekëve, ai nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të marra. Policia dhe grupi hetimor vijojnë punën për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit.